Stërvitjen e fundit po e zhvillojnë një atmosferë pozitive. Vashat e kombëtarës së Kosovës përballen në Bullgarinë në ndeshjen kualifikuese për kampionatin botëror. Dardanet në drejtimin e Sami Sermagjajt e kanë filluar për mrekulli grupin 2 të Ligës C me 2 fitore radhazi. Duke u gjendur në këtë seri të mirë, futbollistja Erleta Mehmeti pret që ta vazhdojnë edhe ndaj Bullgarisë. Na e njohim Bullgarinë mirë se kena pas si kundërshtar më herët, po e kanë një trajner të ri, kështu që mundet më na prit edhe një sistem, një taktike ndryshme. Po besoj që ekipa është përgatitur mirë, kena pas shtash këtë trajningin e fundit para ndeshjes, atmosfera është mirë në ekip, edhe besoj që loja të fundit që kena pas në këtë ligë, me Kroacinë edhe me Gibraltar na kanë dhënë vetë besim. Teksa futbollistja tjetër Blerta Smaili theksoi se janë gati për sfidën e nesërme. Sot ke stërvitja e fundit para loje, jena përgatitur taktikisht edhe mentalisht shumë mirë. Besoj që nesër kam bënë lojë mirë edhe kena më shku me rezultat pozitiv. Ndryshe Kosova do të përballet me Bullgarinë të martën në Sofje, duke filluar nga ora 16. Ndaj së njëjtës kundërshtare, Vashat Dardane do të luajnë edhe me datën 18 prill, vetëse këtë herë në stadiumin Fadil Vukri. Ato aktualisht renditen në vendin e parë në grupin 2 të Ligës C, pas fitoreve ndaj Gibraltarit dhe Kroacisë. Dueli mes Bullgarisë dhe Kosovës transmetohet ekskluzivisht në platformën Art Motion.